Shikues nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emisionin Tempus. Sonte do të flasim për transparencën dhe mbrojtjen e privatësisë. Pse ka shumë zyrtar publik të cilët fshihen dhe nuk ofrojnë qasje në dokumentet publike? Çfarë po vepron tani Agjencia për Informim dhe Privatësi për t'i hapur institucionet dhe për të ofruar qasje në dokumentet publike? Si po rrezikohet privatësia e qytetarëve, të cilët janë të rrezikuar nga vendosja e kamerave vend e pa vend në për hapësira të ndryshme? Për gjitha këto, sonte do të flasim me mysafirët e mi të cilët janë zonja Krenare Sogojeva Dermaku, komisionere e Agjencisë për Informim dhe Privatësi. Mirë se keni ardhur. Mirë gjitha, faleminderit. Urime festa e 8 marsit. Faleminderit shumë. Është zotëri Nasuf Hasani, kryetar i degës së Odës të Avokatëve të Kosovës për regionin e Prishtinës. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjatëm. Është deputeti Enver Dugolli nga Lëvizja Vetëvendosje. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Dhe është deputeti nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, zotëri Rashid Qalaj. Mirë se keni ardhur. Mirë se gjej. Atëherë po fillojmë me ju, zonja komisionere. Keni ardhur në këtë pozitë pas një kohe kur nuk ka funksionuar si duhet në fakt Agjencia për Informim dhe Privatësi. Sfidat me cilat jeni ballafaqu dhe sot cilat janë problemet kryesore tek institucionet cilat në raste të caktuara ende hezitojnë që të ofrojnë qasjen në dokumentet publike? Po, betem faleminderit, Agjencia për Informim dhe Privatësi është funksionalizu tash 8 muaj dhe ne kemi vepruar me një plan të aktiviteteve të veprimit prej korrikut të vitit 2021 deri në dhjetor. Dhe puna jonë kryesisht ka qenë fokusuar në qasjen në dokumente publike, respektivisht në monitorimin e zbatimit ligjit për qasjen në dokumente publike, por edhe në monitorimin e zbatimit ligjit për mbrojtjen e të dhënave, e që në fakt ne kemi vepruar vetëm mbi bazën e ankesave të mbrojtja të dhënave, pa u lëshuar në inspektimet e rregullta, për shkak të përgatitjes profesionale të ekipës së inspektorëve për monitorimin e zbatimit të ligjit për mbrojtje të dhënave. Agjencia për Informim dhe Privatësi gjatë vitit 2021 ka pasur përafërsisht 140 ankesa, prej të cilave shumica prej tyre, ose në tërësi në fakt, janë mbyllur pa pas nevojë të shqiptohet mas sankcionuese ndaj institucioneve. Çka do të thotë që institucionet publike kanë reflektuar me shkresën e parë apo me nxjerrjen e vendimit detyrues që i ka obliguar ato që të japin qasje, ashtu siç edhe kërkohet me ligjin për qasjen në dokumente publike. Në vitin 2022 kemi dukshëm numër më të madh të ankesave tek qasja në dokumente publike. Ky numër është dikon 73 përafërsisht. 51 ankesa deri tash janë të mbyllura, ndërsa 22 të tjera janë në proces. Numri i ankesave sa vjen e shtohet. Në vitin 2022 ne kemi shqiptuar vetëm një gjop për shkak mohimit të qasjes në dokumente publike dhe të kalimit të afateve brenda të cilave institucionet janë të obliguara sipas ligjit të ofrojnë këtë qasje. Deri më tani, ne mbas të trendit të rritjes së numrit të ankesave, ne kemi një pasqyrë se institucionet publike janë duke u ndërgjegjësuar në zbatimin e ligjit, apo edhe vetë shoqëria është ndërgjegjësuar në kërkimin e së drejtës së tyre për qasjen në dokumente publike. Ne si agjenci e kemi trajnuar tashmë komplet zyrtarët e institucioneve publike në nivel qendror dhe lokal, të cilët janë caktuar për qasjen në dokumente publike, por edhe për mbrojtjen e të dhënave personale. Normalisht që në kuadër të shqyrtimit të ankesave kemi kompetencë dhe autorizim ligjor edhe për dhënien e këshillave, prandaj edhe jemi shumë të hapur që të na drejtohen me kërkesat kur ata kanë nevojë për ta ndarë këtë drejtën e informimit me të drejtën e privatësisë, e që është një vi shumë e hollë që ndan këta dhe që normalisht është sfiduese shpesh herë edhe për institucionet e zbatimit ligjit. Edhe për fillim një përgjigje e shpejtë ndoshta zonja komisionere, cilat janë institucionet të cilat deri tash janë treguar jo bashkëpunuese, në cilat qasja është më e vështirë?
E kam përmend edhe në paraqitje tjera, kryesisht deri më tani, do me thënë përveç odës avokatëve, e cila nuk ka ofruar çështjen dhe ne kemi shqiptuar sankcionin gjobën respektivisht për ta. Institucionet në nivel qendror janë më shumë përgjegjëse se sa institucionet në nivel lokal. Ne kemi shumë kërkesa apo ankesa për mos përgjigje të institucioneve në nivel lokal, por me të thonë drejtën nuk kemi ndonjë statistikë se një institucion ka bashkëpunuar më pak ose më shumë. Ajo çka unë du ta theksoj është në momentin kur te ne bëhet ankesa, apo edhe në momentin kur bëhet kërkesa nga ana palës dhe ne jemi vetëm të njoftuar me kërkesën, reflekton te institucioni që ata ta ofrojnë çështjen. Deri më tani nuk kemi ndonjë afat që është afruar për shqiptim të gjobës e që nuk kanë reflektuar institucionet. Normalisht krejt puna jonë është e koncentruar në atë që ankesa të kryet në brenda afatit ligjor dhe në momentin që kalon afati ligjor, atëherë ne jemi të obliguar dhe zbatojmë ligjin. Faleminderit shumë. Po vazhdoj me ju, zoti Dugolli, në kohën sa keni qenë në opozicië si lëvizjeve të vendosje, keni bashkëpunuar ngushtë edhe me shoqërinë civile edhe me mediat dhe keni shfrytzuar shumë çka që të bëhen publike shumë veprimtaritë cilat kanë pasur interes publik. Tash me ardhjen në pushtet, cila është qasja cilën e ka qeveria Kurti dhe deputetët e mazhorancës në këtë rast? Transparenca a vazhdon që të mbetet vlerë e cila duhet kultivohet? Po patjetër, fillimisht i uroj 8 marsin komisioneres, e gjitha nënave, grave e motrave, sepse është dita e shënuar, dhe po, është e vërtet se edhe kur ishim në opozitë, ne kemi insistu që transparenca është vlerë e shoqërisë dhe nuk mund të ketë një shoqëri demokratike pa pas njerëzit qasje apo shoqëria, kategoritë e caktuara me pas qasje në dokumenta zyrtare, sepse ata zyrtarë janë për publikun. Dhe ne nuk kemi ndryshuar asgjë edhe nga opozita, për shkak se provën e parë si mazhorancë që e dham është një ndër sukseset edhe të mazhorancës, sepse bëm çmos që ta zgjedhemi komisionerin, sepse pas 5 apo 6 vite që ishte vend vakant dhe nuk arritën asnjë legislaturë ta zgjedhin komisionerin, ne ishim shumë të përkushtuar të angazhuar që ta përmbyllim këtë proces për shkak se shihnim se një pengesë të madhe në zbatimin e ligjit, sepse nuk kishte zyrtar, nuk kishte komisioner aty që i drejtonte punën, dhe ne bëm maksimumin dhe jam shumë i lumtur edhe si mazhorancë shumë ndihmë mirë se ai përkushtimi jonë rezultati të jetë i suksesshëm, pa çka se fillimisht u gjykume, u stërgjykume për këtë proces, edhe opozita e bojkotoi procesin, sepse nuk di si të them, kishte më shumë prirje që dështon prapë se sa të zgjidhet, edhe tash pas 8 muaj që u zgjodh, po ndihem shumë mirë se komisionerin e kemi pasur në raportim të komisionit për çështjet sigurisë e mbrojtjes dhe tash nga ajo që na raportoi edhe nga ajo që u po me raportet e prezantuara para komisionit, po jemi ndi shumë mirë si mazhorancë, sepse tash ato dyshime, ato me dyshje veç se janë shuar. Qëllimi ynë kryesor ka qenë që ta funksionalizojmë këtë institucion, edhe të mos mbetet ende pa udhëheqës dhe nuk ka qenë asnjë mënyrë interesi ynë që tjetë një njeri aty që i dëgjueshëm. E tha dhe komisionerja se ka fillu punë të mirë dhe të mbarë, edhe ka shqiptu besa dhe gjoba. Kjo në asnjë mënyrë nuk ka pas interferim nga niveli qendror që të thotë
pse po e bën këtë, apo pse këtë, për shkak se ne jemi të interesuar se ligji të zbatohet. Kështu që po njihemi mirë se edhe si pozitë që jemi tani, që po ndërtojmë institucione që janë të pavarura dhe të pandikune. Faleminderit, zoti Qalaj, ju apo ndjeni mirë, tash pas krejt kësaj kohe se si po performohet edhe me çastin cilën e ka kjo qeveri dhe kjo mazhorancë pra në raport me transparencën, a janë të qasshëm apo jo? Nuk është që nuk ka pas dhe nuk ka ankesa në fakt nga shoqëria civile dhe nga mediat për një mungesë të transparencës, sidomos në disa prej dikastereve të rëndësishme të qeverisë. Në këtë rast sidomos është fjala për Ministrinë e Punëve të Brendshme. Faleminderit Betim, lejoni fillimisht edhe unë t'i bashkangjitem urimit për gjitha nënat, gratë, motrat tona për 8 mars, komisionerës edhe zëjushat që i kemi këtu në publik. Fillimisht lejoni që ta falenderoj komisionerën për gjitha angazhimet që i ka kjo dhe agjencia e saj, duke e përmbush mandatin me cilën edhe është mandatuar me ligj. Pa dashur ta shtelëshohem në diskutimet që i boni kolegu nga mazhoranca në këtë rast, me qenë se unë edhe në takimin e parë kur e kam pa komisionerën, në fakt në mbledhjet komisionit kam thënë që vretjet e opozitës nuk kanë të bëjnë me emrin e përvetshëm, po kanë të bëjnë me procesin që ka qenë i lënduar. Dhe është përmbyll kjo proces, tash është vend flitet për këtë punë. Mirë, për procesi ka qenë i lënduar për shkak se përbërja e Komisionit të Sigurisë është e tillë që numri më i madh i anëtarëve deputetëve është nga lëvizjeve të vendosje. Dhe edhe pse nuk është të përcaktuar me ligj se si përzgjedhet komisionerja, është vendosur që të gjithë anëtarët e komisionit të marrin pjesë në përzgjedhjen, a praktikat e mëshme kanë qenë që nga një deputet nga secila parti politike e prezantuar në Komisionin për Siguri të marrë pjesë në përzgjedhjen e komisionit. Po kjo ka qenë vërejtja e opozitës, edhe për arsye për këtë arsye edhe është tërheq opozita e gjitha. Nuk kemi pas absolutisht në përgëzoj zojen për punën që është e bë, absolutisht nga aspekti profesional nuk kemi asnjë vërejtje. Po të kesh një vërejtje kësha thonë sot, absolutisht këtë jemi transparent. Sa i përket pyetjes tuaj konkrete, unë mund të them që është obligim ligjor i secilit institucion që realisht t'ju sigurojë njerëzve çastin dokumente zyrtare. Atë çka po e vrej tash nuk po flas vetëm si anëtar i opozitës, tek e fundit ne jemi qytetarë të veni, është një mbyllje e disa institucione totale, jo konkretisht e përmendet Ministrinë e Punëve të Brendshme. Është vërtet që është një lloj mbyllje hermetike, ku unë nuk i di arsyet pse nuk kanë qasje edhe individët edhe shoqëria civile edhe kushdo që bën pyetje, po mendoj që ka arsye pse është ajo, për shkak të zhvillimeve që janë brenda në ministri. Ju e dini që Ministria e Punëve të Brendshme për një vlerësim të performancës lëshëm për dëshiruar në krahasim me ministri tjera. Ka realizuar vetëm ka aspekti ligje vetëm 2 nga 13 që ka qenë obliguar të bëjë, domethënë diku 15% të punës që ka kryer ministri në këtë rast. Mirë, po unë e kam lexuar gjithë aktivitetin në website-in e Agjencionit për Informim dhe Privatësi dhe përgëzoj komisionerën për disa vendime. Kjo nuk i përmendi vetëm edhe advokatëve, po unë e kam pasur që sa i përket ankesave të mbrojtjes së të dhënave personale ka lëshuar 2 gjova, në këtë rast ATK-s dhe Agjencionit për Zhvillimin e Bujqësisë, nëse nuk gaboj, dhe disa vendime tjera, po që janë gjoba, po janë që vendime që i ka marrë. Realisht duhet vazhdojmë me këtë tempo edhe më të madh. Përveç që është obligim ligjor, njerëzit kanë nevojë, edhe këtë debat po e shfrytëzoj, njerëzit kanë nevojë të informohen për të drejtat e tyre. Pavarësisht kush është në qeveri sot, pavarësisht kur vjen qeveri nesër, njerëzve duhet t'i ofrohet qasja në dokumente zyrtare, me qenë se është obligim ligjor. Dhe pra po e them, njerëzit ende nuk janë aq sa duhet të informuar, se unë besoj që shumë më shumë kanë me pas punë agjencioni, pikërisht për shkak të nevojave qoftë personave fizik po juridik në këtë vend që të realizojnë të drejtat e tyre sipas ligjit. Faleminderit. Po vazhdoj me juve, zoti Hasani, arsyeja pse sonte ju kemi në debat ka të bëj me kritikat e vazhdueshme të cilat i keni pasur për mungesë transparence brenda odës së avokatëve dhe shkas për këtë ishte edhe gjoba e shqiptuar nga Agjencioni për Informim dhe Privatësi, pra ndaj odës së avokatëve, e cila ka refuzuar që
të ofroj dokumentet cilat janë kërkuar në bazë të ligjit për qasje në dokumentet publike. Sa për korekcie kemi ftuar edhe kryetarin e odës avokatëve zotin Beare Jupi, por që ai nuk ka pranuar që të vinë në këtë studio dhe që të ballafaqohet, duke konsideruar se kjo nuk është fair dhe ky ballafaqim dhe ky debat nuk do duhet që të zhvillojë në këso formati. Kjo ishte vetëm sa për korekci, sa për ta informuar publikun se çfarë ka thënë. Sipas jush, zoti Hasani, këto dokumente cilat janë kërkuar në odën e avokatëve, a duhet të jenë publike dhe publiku a duhet të ketë qasje shumë të lehtë në to? Po, përshëndetje njerë betim, fillimisht më leja të përgëzoj për emisioni, sa kam një uri kjo është i 4 ose i 5. Pa dyshim që është reflektuar mirë në sistemin e drejtësisë, po ashtu e përgëzoj edhe i uroj të marsin edhe zojush kështu, dhe gjitha grave nënave tona, motrave. Sa i përket përfaqësimit tim në këtë emision, edhe njëherë për prezentoj vetën jam e përfaqësoj degën zhenale të odës avokatëve në Prishtinë. Mirë po si kryetar dege, jam edhe antar i Këshillit Drejtues. Para se me ardhë, ose para se me inicu sa për njoftim të opinionit, para se me ardhë deri te kjo gjobë, ose para se me nis IKD-ja procesin për qasjen e dokumente, po ju njoftoj se 4 degë kemi bërë kërkesë në 2 mbledhje të Këshillit Drejtues për transparencë në odën e avokatëve. Pra, që 4 vite, sa jam kryetar dege, e që tash të shtunën me 5 mars prap avokatët e Regionit Prishtinë me besuan edhe këtë mandat, është për të vlerësuar kjo puna ime për 4 vitet e kaluara. Unë besoj se oda e avokatëve, duke qenë se është kategori kushtetuese, si rjedhoj me autorizime publike, duhet që të jetë më transparente, ose më mirë me thonë duhet të jetë transparente rreth funksionimit të saj. Është përkeqardhje që oda e avokatëve të Kosovës të gjobitet me 3.000 euro. Avokatët konsiderohen si profesionist dhe më shkurt me thonë, tek avokatët drejtohen individ kur nuk ka një huri me ligjin, e që për këtë vit, për fat keq, kjo agencioni të filloj me gjoba në raport me odën avokatëve, lirisht mund të them se oda avokatëve është në nivelin me të olët, ose i ka rënë imazhi pothuajse për tokë. Kështu që sa i përket kryetarit aktual, menaxhmenti e ka dalë prej misionit të odës avokatëve, të cilin e ka në raport fillimisht me përmbrojtjen e drejtë avokatëve, e pastaj edhe për këshillimin e qytetarëve. Po them, jam në një pozicion jashtëzakonisht keq, të pas parasysh se edhe njerë po them, oda avokatëve nuk i ka hije të gjobitet nga askush, edhe nuk ka pas asnjë arsye të vetme që mos të përgjigjet tek IKD-ja sa i përket raportit të punës provës verbaleve, sepse oda avokatëve tash ka një mision tjetër, nuk e ka për shembull sikur misionin e ndonjë ministrisë të punës të brendshme, ose nuk ka diçka sekrete në raport me funksionalizimin e saj, ose me funksionimin e saj. Pikërisht për këtë, cila është arsyeja që nuk jepën këto dokumente? Unë nuk e di cilat janë arsyet. Kur e kemi diskutuar disa herë në 2 herë të paktën e Këshillit Drejtues, arsyet nuk e din kurkush çfarë arsye ka, edhe përkundër asaj se edhe kryetari, edhe nën kryetari, gjatë fushatave të tyre për të zgjedhur në këto pozita që janë tani, si pikë të parë për qeverisje e kanë pas transparencën. Mirë po ndodhe kundërta. Unë vjen keq që kemi rënë në këtë nivel, e si rrjedhoi edhe imazhi i odës të avokatëve është se nuk jashtëzakonisht shumë. Mirë po, me që e ka shqiptu këtë gjobë AIP, unë kisha kërku prej saj që
të kujdeset në maksimum që ai vendim sa i përket shqiptimit të gjobës të shkoj deri në fund. Dhe duhet një herë mirë që oda avokatëve të jetë më transparente, sepse jemi kategori kushtetuese dhe si e tillë duhet të jemi serioz në punët tona. Faleminderit, zonja komisionere, po besoj që kjo këmë shku dhe në fond, apo? Tjetër. Procedura tash është normalisht pagesa gjobës. Kjo është hynë tani më në procedurën kundërvojtëse dhe ka të fatin për gjysmë të pagesës vetëm 50%. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë normalisht... Është gjëbitur zyrtari kompetent, apo është gjëbitur oda e avokatëve? Gjëbitet institucioni, kështu e ka para pa ligjin, ndërsa për zyrtarin përgjithës është gjoba 1.000 deri në 3.000 euro në rastet kur shkatrohet informacioni, apo edhe kur falsifikohet edhe ose vëhen pengesat e atilla që të mos e lejojnë qasjen. Gjithsesi në rastin konkret ne kemi gjobit institucionin. Dhe edhe të ndasht me ndërlidh me këtë që e tha parafolsi, arsyeja ka qenë sepse ata i kanë konsideruar të mbyllura mbledhjet e odës, duke thirrë në ligjin për procedurën e përgjithshme administrative e që në interpretim të ligjit për çastin dokumente publike, mbledhja e mbyllur nuk nënkupton që procesi verbalet e mbledhjes janë sekrete apo konfidenciale dhe nuk mund të jipen për publikut derisa ato janë të qasshme dhe gjithherë çka e kisha shfrytzuar rastin me thonë këtu edhe për gjitha institucionet që ju drejtohen kërkesat për qasje, zyrtari përgjithës, në këtë rast zyrtari kryesor administrativ i institucionit, sipas ligjit për qasje, ka obligimin që ta bëjë testin e dëmit, ku është një balans në mes të interesit të publikut për dhënien e informatës dhe mbrojtjes të dhënave personale apo mbrojtjes të sigurisë së shtetit, si dhe ato përjashtimet që i ka parapa dhe vetë ligji për qasjen dokumente publike, kur një dokument nuk mund të jetë i qasshëm për publikun. Çfarë arsyesh mund me pas këta zyrtar, zonja komisionere, që nuk e përmbushin obligimin e tyre? Pra, çka i shtyn që mos të hapen dhe mos të krijojnë qasje në këto dokumente? A ka çka fshihet në këto dokumente? A mund të shihet aty një menaxhim jo i mirë, apo çka është arsyeja? Tash, bazuar në ankesat që i kemi, natyrën e ankesave që i kemi edhe asaj rezistencës që mund të bëjnë institucionet në raport me mbajtjen e informatës, kryesisht ndërlidhet me fiksë ndoshta ka të bëjë me këtë menaxhimin që ata e bëjnë, ose mund të themet ndoshta edhe me traditën që janë mësuar me vepru në mënyrë të njëjtë, me thonë të mos tjenë të hapura, sepse ne marrim vendime që janë konfidenciale, sepse me paraqitjen e vendimeve tona apo proces verbaleve tona apo çfarë do lloj dokumenti tjetër mund të shkelen të dhënat personale, derisa ne si agjencie kemi obligim që kur e ofrojmë shkresën njoftuese për institucionin, ju sqarojmë në detaje edhe obligimet që janë për ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, respektivisht anonimizimin e të gjitha të dhënave personale në dokumentin të cilin kërkohet, por them drejtën, du të besoj që është më shumë ndoshta ky mungesa e ndërgjegjësimit, qoftë institucional në nivel qendror dhe lokal, apo edhe vetë qytetarëve që ta kërkojnë të drejtën e tyre. Unë shumë dua të besoj dhe jam shumë e prirur ta ndjek këtë besim që institucionet tona shumë shpejt do të mësohen me atë se ekziston një ligj për qasjen dokumente publike e që i obligon ato që ta zbatojnë. Në të kundërtën, agjencia si organ mbikëqyrës që është, normalisht që do të veprojë sipas autorizimeve të veta ligjore. Faleminderit. Zoti Dugolli, tani e tutje po shihet pra që qytetarët kanë filluar që të krijojnë edhe praktika të kërkimit të drejtës tyre për të pasur qasje në informata të cilat kanë të bëjnë me mënyrën se si qeveriset. Në këtë rast, mazhoranca, çfarë hapash tjerë do të ndërmerr që të ketë një informim shumë më të mirë edhe që të ketë një përgjegjësi shumë më të madhe institucionale në raport me transparencën? Unë besoj që me drejt komisionerja e konstatoj se edhe pse ka ekzistuar ligji, një vakancë e madhe, do të thonë 5-6 vjeçare pa drejtues të këtij institucioni,
disje ka kriju një farë komoditetit e zyrtarët që të mos jenë shumë përgjegjës për shkak se nuk ka pas edhe sa duhet mbikëqyrje. Dhe tani fatbarësisht është edhe institucioni është aktive dhe është duke punu, duke kry punën e saj dhe tash në kuptimin e dhënjes informatav zyrtare me përjashtim të atyre institucioneve që ligji e thot të kundërtën apo që kualifikohen apo klasifikohen si informacione të sigurisë, besoj që zyrtarët përgjegjës duhet të jenë të vetëdijshëm se në momentin që u mohojnë qytetarëve apo gazetarëve apo cilës do kategori që ka interes të ketë qasjen dokumenta, ata bëjnë shkelje ligjore. Dhe është tash një mundësi e mirë edhe për zyrtar publik që po edhe për shoqërinë edhe për mediat që të sensibilizohet më shumë kjo çështje dhe të vetëdijsohen më shumë zyrtarët publik edhe qytetarët që ta kenë drejtën e tyre që në qasjen dokumenta zyrtare, por edhe institucionet që të zbatojnë ligjin. Kompromis me ligjin nuk ka. Me përjashtim, thash, janë disa raste ku është interes shtetëror i sigurisë, e nështë edhe këtu që u përmend nga kolegu të Ministria Punëve të Brendshme, unë mendoj që si shoqëni do të kemi pak parasysh se janë disa institucione që ndoshta edhe pse ligji nuk e thotë që të klasifikohen si dokumenta të klasifikohen. Mirë po, për shkak të rrethona të sigurisë apo për shkak të në një procesi që është në zhvillim, do të kemi pak, nashta këtu thamë që do të kemi pak durim, edhe ta kuptojmë se nuk bëhet fjalë për mbyllje apo mshehje të dokumentav, por nashta për një periudhë caktuar, e cila me siguri që shkakton më shumë dëm se sa dobi. Fjalë konkretisht po dal këtu edhe në komision e kemi pas me kolegun këtu që aty do anëtarët komisionit insistonin me çdo kusht na i bje dokumenta të drejtorit policisë për atë rastin që ka qenë intervenimin në Veri, atëherë që ka qenë një fond i veçantë për atë në cilin muaj ka qenë dikun shtator tetor që ka qenë për ato 2 pikat kufitare në Jarinë dhe në Bërnjak. Dhe edhe pse ai ligjërisht kishte drejt, po për shkak të sensitivitetit, domethënë të ndjeshmërisë së aksionit, edhe për shkak se aty një fond i nënshtrohet një kontrolli tjetër, domethënë financiar, një komisioni tjetër financiar i cili është i obliguar ligjërisht që ta bën monitorimin dhe kontrollin se ka kanë shkuar ato mjete. E ka njëherë po thëmë pa dashje që edhe njerëz të për shkak se janë të prirun që në gjithçka dyshojnë, krijojnë kaherë edhe dëm, madje pa vetdije. Kështu që duhet me pas një farë konsiderate kur të bëhet fjalë për institucionet sigurisë edhe në kontekst të ngjarjeve që janë zhvilluar, duhet fjala nuk është zoti Dugulli asnjëherë për informacione cilat janë të klasifikuara apo për procedura hetimore cilat janë në zhvillim e sipër, sepse ato jemi të vetëdijshëm që mund të kërkohen, por asnjëherë edhe nuk kemi të drejtë që t'i sigurojmë s'po jo në rrugë zyrtare, sepse ata dhe mund të aprishin një proces hetimor. Kishit diçka, zonja komisionere? Ishte atë ndërlidhe me këto se në gjatë mujit 2021, gjatë vitit 2021, na e kemi pas një tendencë të institucioneve për mos me dhënë informatën të thjesht atë se është informacion i klasifikuar. Edhe normalisht që klasifikimi i informacionit e ka një rrugë, ka një procedurë se si duhet bëhet.
edhe në momentin kur kemi kërku vendimet me të cilat janë bërë klasifikimet, normalisht institucionet e kanë bënë qasjen. Kështu që ka qenë tendenca, edhe ka qenë 2-3 raste, po është mirë që tashmë të pak të neve si agjensi nuk na ofrohet një diçka e tillë, apo edhe nëse tentohet normalisht ne kemi bazën shumë të qartë ligjore, se cila informatë, cili dokument duhet të kufizohet në qasje e cili duhet të jipet për publikun. Zoti Qalaj, janë një mori e institucioneve që nuk kanë nxjerrë legjislacion sekondar për sa i përket klasifikimit dhe kualifikimit të këtyre dokumenteve dhe në kuadër të kësaj zakonisht në institucione fshihen zyrtarët edhe thjesht e lojnë krejt vendimarrjen në vullnetin e atyre që janë titullar të institucionit. Pra, varet prej dëshirës tyre se a dëshirojnë, as dëshirojnë që t'u japin një dokument të caktuar. Deri tash, sa keni mujt me vrejt, çfarë qasje kanë pas institucionet për sa i përket kësaj pjese? Po fillimisht lëni të them që çështja e transparencës nuk është çështje e luksit dhe dëshirës të një klase politike, por është obligim ligjor. Prandaj të thuash që ne jemi një mazhorancë dhe një qeveri shumë transparente, për njerën që si kupton është këtë okej, po ajo është obligim ligjor, nuk varet për teja apo dëna apo s'jan. Dhe e dyta, çështja e klasifikimeve të dokumenteve dhe deklasifikimeve të dokumenteve prapë është njëra nga obligimet që ka agjencioni. Realisht është person kompetent, zoja që kemi këtu dhe agjencioni saj, edhe për deklasifikim të disa dokumenteve. Thirrja në dokumentet klasifikuara, nëse kemi të bëjmë me agjencione për shembull siç është AKI-ja, kuptohen ato sene. Ka dokumentet të klasifikuar në polici, në FSK, këtë është normale. Dhe disa gjëra, këtë është normale që nuk bën publike. Bilim nga njëherë, ne si institucione dhe nga e kaluar dhe tash, pa e ditur që dëmtojnë shtetin, jemi shumë të hapur. Shqoni vendit përreth. Edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe në Evropë, kërkohen vite për me bërë deklasifikimin dokumenteve të ndryshme. Dhe kjo është këtë normale. Mirë, po kemi edhe raste që persona jo kompetent në kuadër të institucioneve të ndryshme, atë që e thatë jo, thirrën një titullar institucionin në kryeshefin ekzekutiv, në drejtorin e përgjithshëm, varësisht prej strukturës që e ka. Realisht ekzistojnë mënyra se si klasifikohen dokumentet. Po folje për institutet të sigurisë, për tjerat nuk e di. Po aty ku pak a shumë kam njohuri më shumë. Kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme, për shembull, reformat që duhet me ndodhur në këtë sektor. Po realisht dokumentet që përgatiten, vendimet që merren. Jo vetëm këtë sektor. Zotë Enver, kolegu jam nga Komisioni i Sigurisë, e përmend disa raste. Po për shembull në Ministrinë e Brendshme, vendimin e fundit të marrë nga ministri e kemi të publikuar në muajin gosht, saktësisht me 7 gosht vitit 2020. Dhe asnjë vendim më nuk e kemi të publikuar. Pse? Vendimet e mi duhet janë publike. Në website e Ministrisë të Punëve të Brendshme, për shembull, këshilltarët e ministrit s'u gjen kërkun. E gjen vetëm shefën e stafit, edhe asistentën, edhe asnjë këshilltar nuk është i publikuar. Kur gjë s'ka klasifikuar. Morën mungojnë informata në institucione duke nuk e di pse. Realisht, institucionet duhen sa më transparente që është e mundshme. Nuk ka kur gjë të keqe. Përkundrazi, është shumë më mirë kur ti i bën publike, meqense se nuk i le vend as shtetarëve, as institucioneve, as gazetarëve, as themeve për ngjarje dhe situata që zhvillohen në institucione. Sa më shumë çështja është transparente. Që prapë përsëris nuk është vullnet për të obligim ligjor. Atëherë edhe ka më pak punë për institucionet. Unë e di që sa shkresa bëhen për shembull në Policinë e Kosovës për çastin e dokumenteve zyrtare. E jam shumë i sigurt se në gjitha institucionet bëhen ato. Dhe është prapë përsëris, edhe në kaluamën, kur kam qenë unë që kam punuar, jemi përpjek maksimalisht që të jemi sa më transparent që është e mundur. Aty ku realisht mi po ekzistojnë për shembull dokumente në kohë të institucionit që as punëtorët të institucionit nuk do të më ditë. Bilem ne kemi të procedurat prokurimit për shembull që në mënyrë të hapur blehen pajisjet e institucioneve të sigurisë, që ziki kërkon. Që ndoshta do të më ditë shumë njerëz dhe brenda institucionit. Prandaj do të më bëjë reforma të mëdha edhe në institucionet pavarura, edhe në ministri, me vetëm qëllim që të funksionojmë si shtet më mirë. Jo të shesim sa që nuk do të më qitë, po sekretet do të ruhet maksimalisht. Dhe ne si opozit,
nuk i bëjmë opozit në këtë rast mazhorancës për çështje që s'do të më bëj opozit. Se do të më kuptuar që shteti funksionon, që funksionon shteti. Lëvizja vetë mendoj se ka qenë opozit shumë gjatë. Tash e sheh se çka duhet, më thonë, me menaxhu me institucione, menaxhu me vend. Domthonë, është këtë normale se ndryshe mendon kur ti je në opozit, ndryshe mendon kur të vish në krye të institucioneve. E ki përgjegjësinë dhe përgjegjësia është një spektër shumë i gjatë. Prandaj unë mendoj që gjitha institucionet kemë nevojë edhe si institucione, edhe si njerëz fizik, edhe si parti politike, më edukuende ka aspekti i transparencës, sepse më të vërtet ende çalojmë. Unë po e tham, nëse e mbajmë ndonjë debat të tillë mas 1 viti ose mas 2 vjeti, jeni të bindur që puna e zojës të agjencionit saj do të fishohet. Kërkesat e qytetarëve do të jenë shumë më të mëdha se sikurse në shumë fusha tjera qytetari i Kosovës është duke u informuar për shumë gjëra që s'ka qenë deri më tash, s'ka qenë edhe mundësia. Po, veç të kuptojmë një gjë. Kolegu e tha që tash jeni në pozitë dhe po e shihni, ne s'kemi ndryshuar asgjë, koleg. Transparenca thash që në fillim. Transparenca për ne është e mirë se ardhur, edhe kemi kërkuar edhe atëherë edhe tash e kërkojmë. Do të thonë, ne me shembuj konkret po tregojmë se jemi për transparencë edhe do të përkushtohemi për transparencë. Tash, a mundet edhe më mirë, a ka vend nështë për dikun për përmisim, po sigurisht që ne jemi nuk e kemi që 4 vjeta, 5 vjet nuk jemi në pushtet, ne jemi që hala 1 vjet nuk i ka. Edhe natyrisht që aty ku vrehet mungesë transparencës, institucioni i komisionerit, do të thonë komisionerja është plotësisht e pavarur, është institucioni i pavarur. Asnjëherë nëse veç njëherë thot zonja që dikush e ka marrë në telefon dhe i ka thonë mos e bën to, unë garantoj që do të ketë përgjegjësi ai njeri, ai person, ai zyrtar. Nuk ka shans që me thirr edhe me thënë pse po e bën to. Tregoj, e ka gjobit atë kën, është institucion shtetëror, na jemi në qeveri, domethënë atë kë është. Nëse më lejohet. Po, patjetër. Po e bëjmë pak më interaktiv. Natyrisht debat është. Kolegin nderuar, demantom nëse nuk është e vërtetë. Të lutem demantom, po them demantom. Pse nuk është bërë transparent se o zgjedh sekretarja në Ministrinë e Punëve të Brendshme? Kur e dini që sekretarja në Ministrinë e Punëve të Brendshme është zgjedh, nuk ka kalu te projekti britanik asnjë kandidat i vetëm, po ka kalu vetëm te vendorët. Edhe është zgjedh sekretare që nuk është në pajtim me ligjen, nëse ka angazhuar një projekt britanik, me marrë pjesë në një intervistë, dhe kur një person nuk ka lënë, është në 70%, jo një person, po të gjithë kanë rao, absolutisht të gjithë. Ajo është gjithë sekretare. Unë të ftoj që ta kërkosh dokumenta, qasin dokumenta zyrtare, do t'i kesh. Në gjë, çështja britanikëve të din se ata janë tërheqë disa herë, do më thonë edhe në qeveritë e kaluara, nuk e di tash si ka shku, por me aq sa kam informacionin, tash zvoni unë nënshkru marrëveshja prapë me britanik për shkak se ata kanë tërheqë ma herët, pikërisht pse nuk janë në përfil rekomandimet e tyne. Ka pas disa përvoja kur ata janë zhgënjy, sepse nuk janë marrë parasysh fare vlerësimet e tyre. Projekti britanik në procesin e rekrutimit njihet jo në Kosovë, po njihet në Krejt. Po sigurisht, edhe ne kemi nënshkruar, domethënë marrëveshje. Në përvojën që e tha zoti Çalaj. Nuk e kam këtë informacion, unë thjesht para herë që po e dëgjoj këtë informacion, nuk e di, seriozisht e kam. Lutem, nëse nuk është e vërtet, më padetin gjykat. Veç nuk jeni kurvan, kështu që jeni në emision. Bashkë kolegë, ne diskutojmë të sane. Se dhe këtë diskutim që po e bojmë për të mirën e këtij veni. Nuk po them se s'ka ndodhur gjëra të kaluarët, edhe kur kanë pas qeverinë edhe partia jam edhe parti tjera. Po me qenë se krejt dhe drejt, dhe me qenë se ligji mbi të gjitha, nuk është bashkë ashtu. Një e dini, pra projekti britanik që është e NEOSHP-s. Këtë proces është njësu pe mazharoncës, jenë përzirë kandidat, është të 100.000 pengesa i kemi në funksionimin e shtetit, lëvizjave të vendosë se mazharoncës në goven nuk i voton njerës që janë përzirë nga komisioni që në fakt është propozum nga... Pa të din faktikisht kolegu e din se kush i ka përzirë ata edhe që janë përzirë. Ata janë përzirë nga një komision që është prej 3 antarëve, po të Këshillit Gjyqësor. Po, edhe ne nuk mujmë që të
Unë si deputet po të flasë, si deputet, sepse në fund më romë, deputet vendosin. Edhe ka orë në seancë për me votu deputet. Dhe të e ditë që ata njerëz nuk kanë një pjesë e tyne s'kanë pas integritet, për shkak se e kaluar atyne, mund së më ka binë si deputet që me votu. Prandaj ka dështu. Si unë, me siguri që ka pas edhe pe opozitës, jam i bindur sepse ata nuk e kanë marrë shumicën e votave dhe për këta edhe procesi ka shku prej fillime. Ata janë përzgjedhë dhe janë vlerësu edhe nga ky projekt britanik, pra kur o bo lista atyre antarëve që janë propozu në kuvend, janë vlerësuar edhe nga projekti britanik. Po nëse aty nuk ka pas të tjerë, s'ka pas konkurrencë tjetër... Ata s'paku është dashtë mi plëcu kriteret. Po, një gjë, deputeti është i pamvaru në... Nuk pe diskutojmë... Në vendimarrje, dhe më thonë, ata cilët kanë ardhur, unë po shpresoj që shumë shpejt do të vinë emra tjerë edhe ta bëjmë funksional më në fund atë institucion. 200 milion euro jam peng duke... Por më mirë është nga njëherë që të mos të ngutemi, sepse të bëjmë një zgjidhje të ngutshme. Ta bëjmë një zgjidhje të ngutshme, e cila nuk siguron në një transparencë, në një proces... Po, zoti Shalaj? Po njerëz po mendojnë që disa nga deputetët nuk kanë votu. Komplet lëvizjeve të vendosë nuk ka marrë pjesë votim hiç. Jo, kemi marrë pjesë, ne. A ke votu për o kundër? Hiç. Po, vota fshet ka qenë, unë po e bëj publike se si kam votu. Nuk është vota fshet, po ka qenë e hapur dhe asë që s'keni marrë pjesë. Votim, falë, se është ka transparent. Po problemi është, domethënë, kur folim për transparencë, do të me vepru në mënyrë transparente. Që është pojnta gjithsoj. Realisht, ne kemi shumë procese që nuk janë transparente hiç, po që kisha dashur se tek e fundit, përveç si deputeti i opozitës, jam qytetar i këtij veni. Dhe ne edhe si opozitë duhet të gëzohemi kur ta kemi një sukses me të fillë qeverisë, edhe të institucionet saj. Absolutisht. Po duhet jemi me të vërtet në nivel detyrës dhe mos mshihemi pas asaj që po atë veri çat komision prej 3 njerëzve ka zgjedhur qeveria aktuale, të cilët pastaj kanë intervistuar së bashku me projektin britanik. Nuk e ndohet ata pi qeverisë më herët që ka qenë qeveria Hoti. Po veç ndjetër që shkanar, ata... Njëherë që intervistu në proces. Po, është trupe pavarur sepse janë gjyqtarë. Por gjithë shoqëria civile, media, të gjithë kanë pas vërejtje në atë organ. Dhe më thonë, sepse ai organ ka qenë thjesht një farë trupe e cila nuk ka pas njeri që ka pas një farë kredibiliteti aty që thjesht më i besu. Është institucioni që kalon me qindra miliona euro. Kretë milionat përfundojnë aty në momentet që... Për ta po thëmë... Realisht, ne si opozitë do është mos me votu. Nëse bashkë do të me këqyrë që shpo thotë kë, për shkak se është proces që është zhvilluar nga qeveria aktuale, nga njerëz të përzgjedhur, po për çudi që kur s'ka ndodhur në kaluamën, kur mesone ku përcjell, se jo gjithë herë ku përcjell parlamentin, po për çudi është hera e parë që deputetët e mazhorancës nuk e votojnë diçka që vje prej vijës tyne. Jo, njerëz të ricikluan, besa që nuk do të kalojnë. Okej, zoti Hasani, hapat cilët do t'i ndërmerrni tani në kuadër të odës të avokatëve, pra si përfaqësues i degës regionale të Prishtinës, që oda ta ketë një çështje tjetër në raport me publikun. Meqense se është trup kolegiale, a do duhej për shembull që shembulli i Këshillit Gjyqësor dhe shembulli i Këshillit Prokurorial të ndiqej edhe nga oda e avokatëve. Pse mos t'jem për shembull mbledhjet e Këshillit Drejtues publike? A ka diçka aty që diskutohet, meqense jeni pjesë e krejtore mbledhjeve në vazhdimsi, që mund të ketë aty diçka që e cenon privatësinë e dikujt ose i shkilet dikujt ndonjë drejt? Si kryetar dege dhe rrjedhëmesh si antar i Këshillit Drejtues, që 4 vite që ka marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues, unë nuk kam po ndonjë dokument që që duhet të ishte konfidencial ose top sekret ose diçka ndonjë e dhomë që do ta dëmtonte dikënd ndonjë avokat ose do të shkaktonte ndonjë pasojë. Pra, nga ky pozicion konsideroj se edhe oda e avokatëve ka detyrim që ta zbaton ligjin. Unë konsideroj se
mos raportimi ose mos transparenca rreth punës së odës së avokatëve vjen si rezultat i keq menaxhimit, sepse ka ndodhur shumë shpesh në odën e avokatëve që janë marrë vendime pa ditur fare avokatët ose avokatët vetëm kur janë ballafaqur me një situatë reale kanë kuptuar se Këshilli Drejtues i odës pas ka marrë këtë vendim. Sa për të njoftuar edhe deputetët, sepse natyrisht se ka në këta punë e veta mirë, po oda avokatëve ka obligime që të njofton Kuvendin e Republikës së Kosovës me një raport vjetor. Gjithashtu edhe Qeverinë e Republikës së Kosovës, konkretisht Ministrinë e Drejtësisë, pra oda avokatëve është obliguar që në baza vjetore të raportoj sa i përket avokatisë. Në këtë rast nuk kemi që 4 vite edhe nga kryetari paraprak, por edhe nga i tanishmi aktuali nuk kemi asnjë raport. E kemi një problematik jashtëzakonisht madhe, sa i përket, siç e dini, është në draftim me sipër, një herë është lexuar në Kuvendin e Republikës Kosovës ligji ose kodi për procedurën penale. Aty janë disa dispozita shkatërruese për avokat. I jepet e drejta, për shembull, prokurorit që në seancë të kërkoj që avokati të largohet nga seanca. Prandaj, në këtë aspekt, konsideroj se oda nuk ka vepruar asgjë, edhe përkundër asaj se i kemi pas 2 përfaqësues tonë në këtë komision në kuadër të Ministrisë Drejtësisë. Mirë po, unë konsideroj se po të kishte raport tek Kuvendi i Republikës së Kosovës dhe qeveria, respektivisht e Ministria e Drejtësisë, edhe kërkesat tona në raport me punën tonë do të ishin më të kapshme për ministrinë. Po vlerësoj se dhe e kam bindjen e pale kundër se mos transparenca ose ngurimi për të qenë transparencë vjen si rezultat i keq menaxhimit, këtu po flas për si antar i Këshillit Drejtues të odës avokatëve dhe tash tutje me që edhe AIP është funksionalizuar, unë për çdo çështje rreth transparencës pa asnjë ngurim do t'i drejtohem AIP-s dhe normal që duke u bazuar në ligjin për të dhënat dhe në funksionin e odës së avokatëve. Faleminderit. Para se të vazhdoj me ju, zonja komisionere, po i pyesim studentët nëse kanë pyetje për panelistët në lidhje me temën të cilën jemi duke trajtuar. A kemi pyetje? Si duket jo. Okej, po vazhdoj me ju, zonja komisionere, tash është pjesa e fundit, jemi në 20 minutat e fundit të emisionit, po i kushtojmë këtë kohë çështjes së mbrojtjes së privatësisë. Sa mbrohet privatësia tek ne, sa ka ankesa për shkeljet e privatësisë dhe po ashtu një prej çështjeve që e kemi ngritë edhe si pyetje në promën e këtij emisioni ka të bëjë edhe me vendosjen e kamerave të sigurisë, të cilat i shohim në raste caktuar vende pa vend. Po, faleminderit betem, po mbetet bërsh një... Laje borsin, mëse le. Lutem, agjensia tashmë e ka shumë një qarkore, sa i përket transparencës, për të përcjell me një udhëzues për zbatimin e nenit 5 ligjit qasjes që është qasja proaktive. Domethënë, gjitha institucionet publike sot, në nivel qendror dhe lokal, e kanë një udhëzues se cilat dokumente duhet të publikohen dhe si duhet të publikohen. Kështu që na presim, edhe pse agjencia nuk ka një mekanizëm sankcionues në raport me mos qasjen, mos publikimin, gjithsesi e ka një udhëzues se duhet t'i publikoj të dhënat apo dokumentet që i prodhon, apo edhe i mban, edhe si duhet t'i publikoj ato. Kjo ishte ajo që deshta patjetër me bo publike, edhe është shumë e rëndësishme që këto institucione tashmë e kanë trasu me krejt rrugën se si të jenë sa ma transparente. Mos me pas nevojë thjesht që me shku në secilin rast me kërkesa, shumica dokumenteve që mujnë me qenë publike,
mu publiku në përsajtët e tëne. Aktivisht, po. Ndërsa, përsa i përket mbrojtjes së të dhënave, Agjencia për Informim e Privatësinë gjatë vitit 2021, e CK në fillim të emisionit, nuk ka bërë inspektime të rregullta sipas detyrës zyrtare për shkak të formimit të ekipës apo trajnimit të ekipës për ta kryer këtë detyrë. Mirë po, agjencia ka vepruar gjatë 2021-s me mbi bazën e ankesave që janë paraqit. Gjatë këtij viti kemi pas rreth 34 ankesa, shumica prej tyre kanë qenë të natyrës atill që janë mbyll me këshillime, ndërsa janë marrë vetëm 8 vendime sa i përket ankesave të vitit 2021. Dhe ato janë vendime për ndalim dhe shkatrim të të dhënave personale. Kemi edhe 8 raste të tjera që kanë qenë në fund të vitit 2021, të cilat ende nuk janë mbyllur dhe janë në shqyrtim për shkak kompleksitetit dhe të natyrës që ka ankesa. Ndërsa në vitin 2022, po, i kemi 24 ankesa, janë mbyll 8 prej tyre me vendime, janë 2 vendime sankcionuese me gjobë, e cekëm që është ATK-ja dhe Agjencia Bujqësisë. Du ta bëj shumë të qartë për publikun se agjencia në radhë të parë zbaton ligjin, sepse dhe me ligjin për mbrojtjen e të dhënave ekziston një klauzol ku e obligon agjencinë që fillimisht të bëj parandalimin. Prandaj, edhe në bazë të ankesave kur veprojmë, edhe në bazë të inspektiveve të rregullta që i bëjmë, paraprakisht ne i këshillojmë dhe i kërkojmë ndalimin e përpunimit të dhënave kontrolluesve. Mirë po, kur gjejmë se ato të dhëna janë publikuar dhe keqpërdorimi veç ka ndodhur, apo shkelja ka ndodhur, me thënë më mirë, atëherë normalisht ne i veprojmë direkt me gjobë. Ripërsëritja e shkeljes përkundër që i bëhet këshillimi dhe i lëshohet vendimi për ndalim, po ashtu shkon direkt me gjobë. Ndërsa sa i përket kamerave, e thash që kemi pas ankesa edhe prej qytetarëve, normalisht këto shkojnë një herë me ndalim dhe shkatrim të dhënave. Ka raste kur i kemi mbyll me këshilla se pasi ka ardhur ankesa, pasi ka dalë inspektimi ka gjetë se kamera edhe nuk ekziston fare, do me thonë kanë reagu ndoshta komshiut kur i ka thonë se ma ke vënë kamerën ka shtëpia ime, do me thonë edhe raste të tilla, ai më njerë ka vepruar dhe ka heq. Mirë po, në përgjithësi tani që jemi te vëzhgimi me kamerë, du ta përmend vendimin që e kemi marrë vitin 2021 në raport me komunën e Pejës, ku komuna e Pejës ka bërë vëzhgim të hapësirave publike dhe me një sinjalizim që e ka bërë zyrtari për mbrojtjen e dhënave në komunën e Pejës, ne e kemi ndaluar aty përpunimin dhe kamerat kanë kaluar në pronësi dhe mbikëqyrje të policisë së Kosovës, i cili është i vetmi autoritet që ka të drejtë vëzhgimin me kamerë në hapësirat publike. Të njëjtën gjë ne do të veprojmë tani, e kemi një plan operativ shumë të qartë, të matshëm për vitin 2022, që do t'i bëjmë inspektimet e rregullta nëpër komuna dhe pjesë e inspektimit padyshim është edhe çështja e sistemit vëzhgimit me kamerë, që po konsiderojmë se shumicën e rasteve do t'i mbyllim me këtë formën e vendimit që e marrim për ndalim dhe shkatrim, ndërsa në rastet ku gjejmë shkelje të publikimit, atëherë normalisht që apo edhe të vendosjes nga ana e privat, e personave fizik privat apo edhe personave juridik, po që nuk janë policia e Kosovës ose nuk është komuna, më fal, atëherë normalisht që ne duhet veprojmë sipas dispozitave që i kemi dhe obligimeve. Çfarë natyre të ankesave ka më shumë për sa i përket shkeljes dhënave personale? Po, kryesisht kanë qenë marketingu i drejt për drejt edhe vëzhgimi me kamerë. Kemi pas raste edhe të vendosjes kamerave biometrike, normalisht që marketingu i drejt për drejt edhe gjoba është shumë e ulët, fillon diku prej 2.000 euro deri në 4.000 euro, ndërsa kur kemi të bëjmë me shkelje të më të mëdha, domethënë kur kontrolluesi përpunon të dhënat pa pëlqimin e palës, kur kontrolluesi publikon të dhënat, atëherë gjobat shkojnë prej 20.000 deri në 40.000, apo edhe me 4% të qarkullimit të vitit para prag vjetor. Ta kemi parasysh edhe ta sqaroj edhe për publikun që agjencia nuk mbikëqyr zbatimin e ligjit për mbrojtje vetëm në nivelin publik, po edhe në atë privat. Kështu që përpunues të mëdhenj të kompani të sektorit privat, normalisht që janë edhe jo target joni, por janë ata me të cilët ne më shumë tentojmë që t'i këshillojmë, po janë edhe ata kërkuesit më të mëdhenj të këshillave për zbatimin e këtij ligji, ndërsa marketingu i drejt për drejt, po them, mbetet një çështje që çdo ditë e hasim, edhe këtu bëj thirrje publikut që çdo
SMS, çdo telefonatë e cila mund të vijë nga cila do kompani për promovim të produkteve të tyre, e që nuk e kanë dhënë pëlqimin për ta bërë një promovim të tilla, por për të dërguar mesazhet, atëherë mund t'i drejtohen agjencisë për informim. Edhe një përgjigje të shkurtë para se të kaloj te zoti Hasani për shkelje eventuale të mediave që publikojnë data personale, a keni ankesa të kësaj natyre? Kemi pasur një ankesë tani që e kujtoj, ka qenë vitin 2022, por ka qenë ankesë e cila ka, domethënë, me të drejtë është bërë publikimi i fotografisë dhe e kemi mbyllur, domethënë s'ka pas shkelje, po gjithsesi mediat dhe edhe pse jemi tani më në bashkëpunim me këtë komunitetin e gazetarëve që në mediat e luajnë rolin e vetë shumë të rëndësishëm këtë zbatim të këtij ligji në fakt, edhe normalisht që edhe për gazetarët ka rregulla dhe kërkesa ligjore që duhet të zbatohen, që të mos vijë deri te shkelja. Natyrisht askush s'është i privilegjuar. Zoti Hasani, Vërë nderuari betim, ju më herët e saj përket transparencës, ju më herët e potencut Këshillin Gjyqësor dhe Këshillin Prokuror. Duke qenë se kapitulli 7 i Kushtetutës Republikës së Kosovës e përkufizon edhe udhën avokatëve tek institucionet e drejtësisë, pikërisht kjo ka qenë në propozimi i 4 degëve që mbledhjet e Këshillit Drejtues të transmetohen direkt të paktën për avokatët. Mirë po, nuk ka se mirë kuptim, edhe në mbledhjen e radhës unë prapë do të bëj propozim që avokatëve, të paktën avokatëve të Regionit të Prishtinës, t'ju mundsohet qasja në mbledhje të Këshillit Drejtues, sepse për e theksoj edhe një herë, nuk ka asgjë sekrete sa i përket funksionimit të udhës së avokatëve. Ju falenderoj. faleminderit. Nderuar deputet, ju jeni antar të Komisionit për Siguri, pra që e mbikëqyrni edhe agjensinë për informim dhe privatësi. Sa i keni pa me shqetësim rastet e shkeljes të privatësisë, pra në këtë rast rastet kur dhëna personale kemi pasur në fakt ta marrim mas një përgjigje nga zonja komisionere, një publikim ku është fol edhe për dhëna të bankës, të cilat dhëna personale janë bartur tek një shtet tjetër, edhe që është raportuar, nuk e di në sakt se cila është e vërteta, por sa i keni pa me shqetësim, edhe çfarë mbikëqyrje do të bëni, çfarë do të kërkoni, pra që thjesht privatësia e qytetarëve të ruhet ashtu siç garantohet me ligj. Po ne edhe kur ishte komisionerja në raportim, e kemi inkuraju si komision edhe kemi dhënë gjithë gatishmërinë tonë që ta mbështesmi në çdo mënyrë që edhe këtë segmentin e dytë, domethënë rrugën e privatësisë, sepse është vërtet që është e cënumshme si dhëna personale, si nga aspekti i ekspozimit dhëna personale nga bankat, nga mediat, nga organizata tjera, po sidomos edhe vëzhgimi, monitorimi e vëzhgimi me kamera. Edhe e kemi inkuraju komisionerin që të merr hapa në këtë drejtim, është zotu që këtë pjesë veç tash është në fazën, kështu na ka raportu, të identifikimit nevojave që të kapaciteteve, domethënë që të ketë personel më shumë dhe të ketë profesionist në kuadër të agjencionit, për shkak se kërkon edhe angazhim dhe kërkon edhe përkushtim më të madh. Edhe po besoj që kjo mbështetja jonë nuk do t'i mungon, se vërtet është shqetësim, dhe shqetësim me vend edhe për qytetarët. Tash aspekti i monitorimit edhe i vëzhgimit kamera, përveç që është i sigurisë, është edhe që shkelje privatësisë. Ne i kishim rastin e fundit, domethënë që një media raportoi edhe për disa kamera atje në Zubin Potok, që nuk dihet hala kune janë, cilit kush i monitoron ato. Thjesht është një shqetësim në aspektin e sigurisë, po kur është në aspektin e sigurisë është gjithsesi që edhe të privatësisë. Ne raportimin e radhës që do ta kemë,
të drejtorit policisë do të kërkojmë edhe informacione që çka është bon me ato kamera, kush po i vëzhgën, natyrisht që edhe prej komisionerës do të kërkojmë se këtu bëhet fjalë edhe për shkeljet e privatësisë. Zoti Çale, nëse më u kyç, çështja e këtyre kamerave është një xhungull e vërtet. Unë nuk e di ç'është në Afrikë, por kur gjase ke më mirë. Realisht, aty ku do të kem kamera, nuk ka. Për shembull, Prishtina, rrugët publike, hapësirat publike nuk janë të monitoruar fare me kamera. Ka aspekti sigurisë që është shumë keq, dhe unë ku kam punuar në institucionin e policisë, kemi bërë kërkesa shumë herë në komunën e Prishtinës, për shkak se realisht komunat janë ato që vendosin, i blejnë pajisjet dhe pastaj monitorojnë stacionet policore. Në shumë legislaturat komunale të Prishtinës s'janë përgjegjësor. Aty ku i kemi janë me të vërtet bon shkeljet flagrante, qoftë në sektorin privat, qoftë në shtëpia, qoftë në bizneset, qoftë në rrugë publike, nuk janë vendosur ashtu si duhet. Sot vendos kamerë kush pa marrë leje pe kërkoj. Absolutisht. Unë jam qenë 2-3 vizita që kam pas në Londër, pikërisht te policia në Skotland Yard, kemi trajtuar çështjen e vendosjes të kamerave. Ekzistojnë standarde të prodhuesve të cilat llojet kamerave do të vendos. Ekzistojnë standarde se kur policia pas nevojë prej gjykatave fare kyçet në direkt në kamerat private për shkaqe të sigurisë, se këtu nuk mundna me da sigurinë edhe privatësinë. Realisht sot heni cilës dush kamerën në Kosovë, ka shkelje të privatësisë. Unë i posë të disha mendime që i kam marrë agencioni, edhe pse në website janë publike, bizneset në spoj përmeni, për shkak korekcisë, mirë po vendimi shumë qëllune, po ku do që shkon? Fatkeqësia është që ka pas shumë pak ankesa vetëm për këto biznese. Apo për shtëpi private, apo për rrugë publike. A do duhet shteti, zoti Çale, që të investoj shumë a shumë në investimet në kamerat e sigurisë? Unë po e marrni zotem, nëse më lejon edhe në emën deputetin Verit, që si komision tash me kthyer ku jena me ligj, ku është ligji. A ka nevojë të plotësohet, të ndryshohet, të ekziston as ekziston, për shkak se në këtë vend mendimi im personal është nuk dohet kush do me vendos kamerë pa leje. Me ditë kushtet ç'është vendoset kamera, me ardhi kush me kontrollu çfarë hapësirë është të mbulu. Sot për shembull në shtëpiat private vendoset në borë kamera, që është këtë rregull për shkak të shkaqeve sigurisë. Po a guxon ajo kamerë me rrok hapësirën publike? A guxon me rrok hapësirën e fqiut që është aty afër? Në kamerat që vendos komuna për shembull janë Ferizaj e Lipjan, që monitorojnë polici që janë shumë të mira. Po tash sa ato kamera e ruajnë pronën private, sa e rrokin për shembull, a rrokin vetëm rrugën publike, po a rrokin pronën private, po këto sene s'janë qyrkur. Dhe unë mendoj që punën më të madhe që kemi me pasja agjencion ka më qenë pikërisht kjo fushë, po që mbështetjen kryesore do të më dhon na, qoftë nëse ka nevojë me nisë mbigjore, qoftë nëse ka nevojë me plotsu ligjin për kamera, se me të vërtet është një xhungull e vërtet. Zonja komisionere, në këtë xhungull çysh do të gjindeni edhe pyetjen që e bana, po edhe ky rast i Veriut. Çka janë informacionet? Atëherë, Agjencia për Informim e Privatësi e ka kompetencë, autorizim ligjor me pa mënyrë legitimitetin e përpunimit të dhënave që mirën prej videovëzhgimit. Do të thonë, jo vendosjen teknike të kamerave apo llojin e kamerave. Dhe në këtë rast është shumë mirë e rregulluar me ligjin e mbrojtjes së të dhënave se cilat janë ato kërkesat ligjore që duhet të plotësohen e që nuk e shkelin ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Ne tashmë e kemi një plan operativ që e kemi shtrit gjatë vitit 2022, me këto kapacitete që i kemi dhe me kapacitete që do t'i shtojmë me procedura rekrutuese, atëherë do të arrim të përmbushim këtë plan që tash veç e kemi nis me komunën e Prishtinës, që do të vazhdoj pastaj me komunën e Gjilanit dhe me komuna tjera. Po, të e pas parasysh mu këtë katrahurën që e kemi, atëherë normalisht që kjo nuk është një punë që kryhet brenda një viti, por do t'jetë në vazhdimsi, sepse e kemi obligim ligjor, e kemi autorizim ligjor dhe ne do ta kryejmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Normal që brenda kësaj strukture aktuale nuk mund të them se do të bëjmë hapa të shpejt, por gradual, por të sigurt, dhe do të vëjmë standarde që ka shumë e rëndësishme që për të gjitha rastet, në të gjitha komunat të veprohet në mënyrë të njëjtë. Deri tash, po thëmë, kemi një shembull shumë të mirë Pejën,
Tash jemi në Prishtinë, shumë shpejt do dalim me raportin në Prishtinë, edhe do të vazhdojmë pastaj edhe në komuna tjera. Ndërsa, një diçka që dua ta sqaroj edhe për opinionin, është se agjencia nuk do t'i bëj planifikimin e vetë sipas politikave ditore, sepse nuk kemi mundësi ta bëjmë një gjë të tillë dhe nuk e kemi edhe autorizim. Ne do ta shtrim zbatimin e ligjit të mbrojtjes së të dhënave në tërë territorin e Kosovës në mënyrë graduale sipas kapaciteteve që kemi, me qëllimin më të mirë që ta kemi zbatimin tamam si duhet. Një përgjigje krejt e shkurt se jemi në fund për këtë rastin e publikimit dhënave të bankave nga Kosova dikun tjetër, po edhe këtë çështjen e veriut që mos t'i mesim borxh. Për veriun, ne nuk kemi marrë ndonjë veprim dhe nuk do të marrim një veprim pa shtri zbatimin e legjislacionit në komunën e Prishtinës dhe komuna tjera të banuara me shqiptar. Do të shkojmë gradualisht? Dhe do të shkojmë gradualisht, ashtu siç e kemi planin, ndërsa për sa i përket vendimit të Ukrainës, du ta bëjmë dije që tashmë agjenci unë kam nënshkruar një vendim për vendet e sigurta i cili është publik, është në gazetë zyrtare, ndërsa për ato vendet që nuk janë në atë vendim, në atë listën e vendeve që ofrojnë siguritë të mbrojtjes së të dhënave, sipas ligjit kërkohet autorizim nga agjencia. Ky autorizim jepet nga agjencia vetëm nëse plotësohen të gjitha kriteret ligjore që i ka ligji për mbrojtjen e të dhënave e që është një transpozim i dispozitave të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e të dhënave. Prandaj ne kemi dhënë një autorizim për një draft kontrat e cila as edhe njëherë nuk është zbatuar. Dhe tani është pezullu ky vendim. Edhe në basë, do më thënë, ne e kemi pezullu, po edhe vetë politikat e institucionit financiar në fjallë e kam pezulluar. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit zonja Sogojeva Dermaku, zoti Hasani, zoti Dugulli dhe zoti Qalaj. Kaq kishim kohë për këtë emision. Shikues nderuar, të gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike tempo@koa.net. Deri në emisionin e radhës nga unë Beti Musliu, mirëmbëjtje.